Thua vazhdimisht që djemt beqar duhet të martohen. Po, e kam thonë, se mohoj. Por, kur mundësit nuk ekzistojnë, se me thonë martohu hoxh, është shumë e thjeshtë. Mirë, mashallah, ka drejt kjo Habibi. E di që ke drejt e vëlla për Zotin. Ishte i herë tha Nastradini. Edhe vjen njoni ankohet për komshiun. Masë e maroj, tha, ke drejt, tha. Masë i gjysore vje komshiu. Thot Nastradin, tha, kështu ma ka bo komshiu. E njoj, Nastradin, tha, ke drejt, tha. Tani çuni po njoj, dhe o baj, tha, po si ka mu si, tha, erdi i pari, tha, i the ke drejt. Erdi i ky dyti, tha, i the ke drejt. I tha Nastradini të biri, tha, ti tha që edhe ti ke drejt, tha. Edhe ti ke drejt. Kështu Habibi, edhe ky Habibi që ka po pyetën ka drejt. Çdo thot fjala kur nuk kanë zhdekë vëlla, kur thotim mundësia nuk ekziston, do thotë që janë shumë gjinia femnore nga sipërfaqja e tokës. Ndërkohë që premisat janë që janë gjithmonë më shumë numër. Dhe s'do të bëhet kiameti derisa të shkojë raporti 50-1. Kështu që prit se ke kohë. Prit se ke kohë, alhamdulillah. Ose vrit me një. Ka Habib, ka, por se njeriu duhet kërkoj. U s'kam pa në herë për shumë të hudhet në i gocë nga kati tretë, jam beqara, ka në i qunë këtu poshtë. S'nodh. Mera në i gocë nga kati tretë. S'nodh. Ama duhet me kërku. Në katë tretë mund të ketë 20 goca beqare që presin, shpresën, yllin, dritën, princin. Po si kërkon kush? Edhe këto poshtë presin që të shofin diçka, namaz janë veç e veç, gjitha ne veç e veç, edhe s'ka ka sa të dush ka, por duhet mu updateu, duhet mu interesu, duhet me pyet, duhet mu regjistru ke Kleoni, me lanë aty të dhonat, e kriju dosjet. Po, që problemi ka? Jam kaq vjeç, foton, gjonat, kam këto, edhe themi, si shumë këto, kërkesa, kritere, edhe motrat, anej, edhe çunat këtej, edhe inshallah bon Zoti hajër.